Bledar Jambelli dhe Kristaj Qileci janë dënuar me burgim përjetshëm nga gjykata e Tiranës për vrasjen e ish-kryekomisarit Artan Cuku, ngjarje e rëndë që tronti kryeqytetin me 8 prill 2017. Artan Cuku u qellua për vdekje në hyrje të banesës së tij në rrugën e kosovarëve. Sipas hetimeve të kryera, organizatorët dhe financuesi i krimit rezultoi Bledar Jambelli, i arrestuar një vit më vonë në Greqi. Ai kishte urdhëruar vrasjen e Cukut për shkak të një arrestimi që ky i fundit i kishte bërë në vitin 2012, kur ishte drejtuesi i policisë së Florës. Mikel Shallari, i cili ekzekutoi vrasjen, u arrestua pak ditë pas ngjarjes. Ai pranoi të bashkëpunonte me prokurin, duke treguar emrat e porositësve dhe mënyrën se si ishte organizuar ngjarja. Si rridhoi, Shallari përfitoi statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe u dënua me 10 vite burgim. Hetimet zbuluan se motivi kryesor i krimit ishte hakmarrja e Jambellit ndaj Cukut, pasi ky i fundit e kishte arrestuar për vrasjen e Armando Delajt në vitin 2012. Edhe pse më pas Jambelli u shpalli pafajshëm dhe u dëmshpërblye nga shteti me 500.000 lekë për ditët në paraburgim, ai kishte vendosur të merrte hak. Vendimi dhe nga gjykata e Tiranës shënoi një ndër dënimet më të rënda për krimet me pagesë ndaj figurave të drejtësisë dhe policisë.